përveç këtyre sfidave, jo në moshë të re, humbet edhe babajin. Në moshën 17 vjeçare, e cek edhe ma herët, ti nuk ke as vlla as motër. Edhe përveç barrës që kishe angazhimet, shkollën, ofendimet, bullizimin, që tha, ty të mbet edhe barra e familjes. Sa ka qenë për ty vështirë, ta te kaloni këtë edhe mu pajtu me humbjen e prindit? Realisht, është ndoshta periudha që shumë vështirë kam të diskutoj dhe të jep emocion real mbi situatën, meqenëse se vdekja prindit, vdekja që ne quajmë shtylla kryesore e funksionimit familjes, është një ndër sfidat kryesore edhe më të rëndësishme që i kam pas gjatë gjithë periudhës sime të jetës. Meqenëse me një moshë jashtëzakonisht të re, kam mbet pa njërin prind, pa babajin, i cili ka ndru jetë në vitin 2011, meqenëse në atë periudhë unë isha gjatë shkollimit mesëm, edhe përveç ndikimit në aspektin e rezultateve që mundet me ndiku tek rezultatet edhe ishim në një fazë parapërgatitore për studimet e larta, ishte edhe një barë tjetër që është përgjësia për me funksionu, jetu dhe mbijetu mbi një sistem i cili nuk ndërtohet lehtë. Kjo ka qenë një ndër sfidat kryesore gjatë kësaj periudhe, meqenëse deri te vdekja e prindit, pavarësisht vështirësive që ai ka pasur dhe nuk i ka shpreh asnjëherë, mundësitë e tina edhe kanë qenë të kufizume, po i ka bot mundura për me funksionu na si familje. Pas vdekjes tina, ka qenë një barë përveç financiare, ka qenë edhe barë shpirtërore dhe emocionale. Meqenëse kam qenë jashtëzakonisht shumë i lidhur me prindin, ka qenë edhe një humbje shpirtërore e tij edhe një vështirësi e jashtëzakonshme për mi ia dalë. Pavarësisht që ka pasur edhe të kaluar në sfida shëndetësore, të cilat unë jam pas përgatit prafërsisht në periudhën ku ai ka pas probleme shëndetësore, jam përgatit me atë humbje. Po meqenëse kem kaluar atë humbjen e tina në atë periudhë, o arë një moment ku unë nuk e kom prit, që është ka një momenti ma delikat i jetës tam. U ka një moshë ku individi mundet me zgjedh mes dy alternativave. Mes alternativave për me qenë i mirë me jetën, me botën, edhe alternativës mes me qenë i mirë me to. Imponimet, varfria që më pat ka plu në atë periudhë, varfria që unë e konsideroj si lloj mbjetese, meqenëse në atë periudhë ka pas edhe vështirësi më të theksuar individëve të tjerë, unë e konsideroj një farë periudhë mbjetesës, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për me arrit ato ku unë du. Thjesht më kujtojshin çdo herë kujtimet e tina, më kujtojshin fjalët e tina, edhe më jepshin një shtytje që unë me vazhdu përpara. Thjesht me qenë një lloj krenarie e tina, edhe me u mburr me atë idenë që ai ka jem mësu me këtë idenë që ai duhet me na ndje, me na pa, me u gëzu me suksesin ton, edhe jam rrit me qatë mënyrë se qysh ai më ka eduku dhe jam mundu qatë gjithë periudhës, pavarësisht sfida financiare që unë kom pas. Sfida financiare kanë qenë jashtëzakonisht shumë të theksume, meqenëse po flasim me një periudhë ku unë kam qenë në një moshë jo për drejt pune, kam qenë në një moshë ku unë kom pas aspirata, ëndra dhe kom pas synimet, cilat kanë dashur mi realizu të marrë për bazë mjetet financiare. Meqenëse mjetet financiare kanë qenë aq të kufizume, se që unë kom jetu në atë periudhë me një ndihmë sociale të cilën ma ka jap shteti në një vlerë prej 55 euro. Vlera e tillë ka qenë jashtëzakonisht e ulët që unë në njëjtën kohë mi kry studimet, ka qenë jashtëzakonisht e ulët që unë me u rimbursu me krejt nevojat që unë i kam dhe familja jam i ka, po ka qenë një farë sfide midis atij kufirit të ekzistencës edhe synimeve që unë kam pas. Synimet, ëndrat dhe qëllimet e mia nuk më kanë lënë që unë më dorëzu në atë periudhë, më kanë shty përpara, pavarësisht që nëse i kthehem tash them që shko mujt me përballu, që ka qenë sa e vështirë ka qenë me përballu. Po ndoshta gjatë procesit ku je ti mënon me arrit, ku je në atë kufirin e ekzistencës ti mënon me arrit qëllimin që më mbijetu dhe më jetu, po nuk e ke qëllimin se cilat sfida i ke rrugës. Gjatë kësaj periudhe keni pas përkraje nga familjarët, meqense ti ke qenë vetëm një 17 vjeçar dhe duke marrë parasysh ana financiare në shtëpi është shumë e domosdoshme,
është e vështirë, keni pas ndonjë rreth dikush që ju ka ndihmu në këtë aspekt, me qenë se është vështirë dhe dikush ndoshta ndihmon një herë, po çdo muaj është pak e vështirë kjo pjesë. Kjo ka qenë jo e mjaftueshme në fakt për periudhën që unë kam qenë, edhe kam qenë një person i cili kam prit më shumë pi vetës. Thjesht nuk kam dashur të jem i mbarur prej individëve, nuk kam dashur të jem i mbarur prej familjes gjerë, me qenë se unë nuk kam pas përveç mamit që kem jetu në një familje të ngushtë, nuk kam pas familje më gjanë në fakt, edhe secili ka pas orientimet e veta dhe mënyrën se çush ata kanë menuar dhe çush kanë dashur me funksionu brenda jetës tyne. Kjo ma ka kufizuar jashtëzakonisht shumë edhe tyrat edhe burimet që i kam pas për individëve. Ka pas individ të cilët nuk i harroj asnjëherë, të cilët më kanë jep shtytje pavarësisht statusit që kanë pas në raport me mua, pavarësisht nivelit financiar që ata kanë pas, gjithmonë kanë ofruar përkrahje të cilën nuk e harroj asnjëherë. Kanë qenë përkrahje mjaftueshme se unë më ia dal edhe me vazhdu me pjesën e studimeve, po përfshihet në këtë rast edhe pjesa e shoqënisë që ka qenë e jashtëzakonshme në këtë periudhë, ka qenë e pashmangshme, çdo kontribut i tyre që unë më arrit pastaj me simdhënësve, e gjithë personat që më kanë njoft dhe kanë besu në ato që unë synoj mi arrit. Gjatë kësaj periudhe, a ka pas ndonjë person që je zhgënjur nga ai, ndoshta ke prit momente të caktuara që ke me pas krah edhe realisht nuk e ke pas? Realisht po, me qenë se prindi gjithmonë ka folë për disa individ dhe disa njerëz cilët pasi ai ka qenë moshë të shtyme edhe gjithmonë i ka jep si ide që pas një kohë në fakt nëse unë nuk jam ti kimi pas krah këta ose ata. Kjo ka qenë një lloj zhgënjimi me qenë se kur ai nuk ka qenë më, unë nuk i kom pas njëjtat mbështetjen gjatë gjithë rrugtimit. Përveç jo mbështetjes, kam pas edhe momente ku unë u duf mu përballë edhe me paragjykime, me gjykime, me forma tjera të jetesës, saqë nuk kanë qenë barë për mu vetëm aspekti financiar se çush unë e jetoj, po kanë qenë edhe paragjykimet e rrethit në fakt edhe krijimi aty në lloj paragjykime. Thjesht kanë lënë rahat. Thjesht krijimi aty në paragjykime, saqë paragjykimet kanë qenë aq të thella, saqë nuk kanë leju me arrit një rrugë drejt. Gjithmonë e përmend unë asnjëherë në jetën time nuk më shku në rrugë të gabume, jam mundu me zgjedh rrugën time dhe me u vetë eduku. Kjo është një formë goxha e vështirë e transformimit. Unë më ka doftë përveç transformimit në periudhën, po flasim për vitin 2011-2012, kur unë pastaj kam vazhdu studimet, ka qenë faza e transformimit tim. Faza e transformimit ka përbën një person i cili ka qenë introvert dhe ka synime, edhe duhet me dalë për komfort zone, që përmenin shpesh, është në komfort zone teorikisht është një mjet që përdoret në mas të madhe, po me dalë prej saj, është si me dalë prej një dimensioni krejtësisht tjetër, është një farë botën vetvete në fakt ku ti i ki të kufizuar dhe i ki brenda kornizës, i bjen si nëse jeton brenda një dhome, edhe gjitha senet që ty të nevojiten i ki brenda një dhome. Ti nuk del me eksploru hapësirën jashtë asaj, nuk eksploron në borën, nuk eksploron qytetin. Kjo është mënyra se çush e shpjegoj unë komfort zonën. Përveç kësaj kanë qenë edhe paragjykimet e individëve, pa dashur ti ngarkojnë fat ose të them thjesht ti mbaj përgjegjës për veprimet që i kanë bërë, me qenë se mendoj që secili individ që ka lind jeton e ka një mënyrë të vetën të jetesës, e ka një mënyrë se çush u shkruaj jetesa tina, dhe kjo formë e jetesës tina nuk është e mbarë në pi individëve, dhe nëse njerëzit individët nuk dëshirojnë me jep një përkrahje tyne, unë nuk i paragjykojnë në moshën që kam tash, as nuk i detyroj, as nuk i mbaj përgjegjës për periudhën cilën unë e kam kalu. Ka qenë e shkruar ashtu dhe thjesht është dashur unë me qenë ai që i kisha detyruar më ndryshu qëto rrethana dhe qëto çështje.